Gjiri i Krorëzës në Sarand pritet të humbas karakterin e tij të virgjër për të shndruar në një resort gjigant me vila të shumta të projektuara në formën e hojeve të Bletës. Projekti është realizuar nga studio arkitektore italiane Luca Dini dhe do të ndërtohet nga kompania Invest Society në pronësi të Dajlan Avdias. Leja për zhvillim e këtij resorti u miratua nga Këshilli Kombëtar i Territorit në nëntor të vitit 2023. Deri më tani opinioni publik kishte njohuri të kufizuara për përmasat reale të këtij projekti, i cili përkohë me lëvizje të mëparshme pas trimi në zonë të maskuar si aksione policore për hapësira publike. Gjithashtu Avdia është përfshirë në një tjetër projekt kolosal në zonën e Lëkurasit, po në Sarand. Ai do të ndërtojë një kompleks prej mbi 680.000 metra shkatror me mira vila, apartamente dhe një hotel luksoz me 140 dhoma. Ky projekt krahasohet për nga madhësia me projektin e njohur të Alabarit në Durrës, por me intensitet më të ulët ndërtimi. Në një pjesë kyçe të tokës për këtë projekt është përfituar nga familja Tavo, të cilët themeluan kompaninë Thip Konstruksion, tokën prej 33.500 metra shkatror me status të diskutueshëm e shitën për 3.6 milion euro të TNT Partners, firma Avdias dhe Glendi Ablit. Megjithse pretendimet e kadastrës dhe akuzat për dokumente të falsifikuara, gjykata legjitimon këtë transakcion duke hapur rrugën për ndërtim masiv në një nga zonat më ikonike të jugut të Shqipërisë.